Për të folur për Prime-in e një dite më parë, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Klevis, në Prime-in e djeshëm patëm mjaft dinamika dhe u nis në fakt me, po themi, jo debatin, për mosmarrveshjen mes Brikenës dhe Mateos. Çfarë ndodhi dhe realisht dhe në fakt kush nuk po thot vërtetën? Po, të them të drejtën, dje Prime ka nisur me diçka shumë interesante, mjaft më me Selin Miri si protagonist të çdo Prime. Kemi parë kanë ftuar Mateon edhe Brikenën në dhomat e rrëfimit, duke secili shpreh atë historinë e tij. Kemi dëgjuar nga Mateo që ka treguar vërtet që ka treguar sinqerisht ai çfarë ka përjetuar me Brikenën në kohën atëherë, duke shprehur mjaft bukur pengesën që ka pas në familjarët e Brikenës në atë periudhë, dhe duke përmendur dajën e saj që ka ndërhyrë, gjithashtu dhe djathtin e saj, duke mos e lejuar atë që të shkojë me tej në lidhjen e tyre. Në krau tjetër, Brikena mohon çdo gjë, i qëndron në vendimet e saj dhe fjalëvet e saj që ka thënë që në ditë e para aty brenda. Po sipas të dyja palëve, siç dyom dhe në opinionistët dhe në ish-banorët aty brenda, po edhe në banorët brenda, shumica i qëndron pro Mateos dhe i beson historisë të Mateos. Sipas opinionit tim, dhe unë i qëndroj Mateos, sepse duket që është shumë real në atë çfarë ai thot. Nuk gjej faktorizime që ai mund të shprehë një gënjeshtër në gjithë këtë histori. Është shumë i drejtë për drejtë, tregoj shumë i qartë, sado që Brikena nuk do që ta pranoj këtë lloj gjëje. Mateo favorizohet sërish. Këtë gjë e pam dje edhe nga votimet që janë bërë dhe nga publiku që lexojmë komente dhe i shohim në mëmina jashtë. Mateo ka marrë shumë mbështetje ndaj publikut. Mateo dje i ka shpëtuar televotimit siç ishte e pritur, gjithashtu Mateo ka dalë dhe i preferuar i publikut dje në darkë. Nuk arrita kuptoj pse mohon kaq shumë Brikena gjithë histori. Fundja mund ta pranonte, është thjesht një puthje, ka ndodhur, nuk na ka ecur dhe pikë, pa përfshi familjen e saj. Mateo ka bërë mirë që e ka shprehur komplet historinë, sepse me logjikën e tij, ai ka thënë që për çfarë jam unë këtu, unë këtë gocë kam ndihmuar, nuk e kam cënuar, nuk e kam hedhur poshtë, po mundohet ta favorizoj kudo, por edhe sa, sepse në krau i Brikenës shohim që ajo thjesht e nxjerr si një gënjeshtar, duke ulur, gjithashtu duke dënuar, duke futur në një televotim që nuk e meritonte. Edhe besoj se kjo është një arsye pse Mateo doli dje dhe e tregoi komplet historinë e tij. Kemi parë dhe reagime nga familjarët e Brikenës në një postin e saj, në një postin e tyre tek profili i saj, diçka që më duk nuk di se si ta komentoj, gjithsesi ajo që duhet të flasë është Brikena, nuk mendoj se familjarët e saj duhet të marrin pjesë në këtë gjë. Nëse Brikena duhet të bëj diçka sot, është të dali dhe të sqarojë mohabetet qysh janë për të sqaruar pa u fsheh pas gishtit të saj dhe duke bërë ato sjelljet e saj të pamoralshme. Nuk më pëlqen fare Brikena se si mban qendrimin e saj kundrejt Mateos. Nëse nuk e do fundja mund ta thojë o vlla, kemi bërë çka kemi bë, pik muhabetit, nuk duam. A ka ndjenja mes tyre, besoni? 100% ka. Brikena duket qartë si që ajo ka akoma ndjenja, po besoj frigohet, siç tha dhe Mateo, i frigohet familjes të saj. Dhe nëse familja e saj ka kaq probleme me këtë lloj lidhje, nuk arrita kuptoj si është të kemi Brikenën kur Brikena është bërë një Miss Univers e Kosovës, e cila ka përfaqësuar Kosovën para një viti, duke shfaqur komplet tiparet e saj, se një Miss me pak fjalë del me bikinin, syt publikut komplet, edhe tani ke problem se merresh me një djalë, dhe mund të krijosh një lidhje. Dhe ti vjeni kërkon këtij djali që jo, ti nëse do vajzën time duhet martohesh, se këtë na lat kuptoj Mateo, që është kërkuar nga familjarët, që a e do për seriozisht merre martohu. Ai e tha mjaft bukur që unë nuk kam qenë i përgatitur për diçka të tillë. Kemi qenë thjesht në një njohje e sipër.
Tani nuk e di se si do vazhdoj kjo situatë. Mateo e kemi parë mjaft bukur që ka ndjenja për Kenën. Edhe ndjenja të bukura, jo ndjenja arroganti, ose në ndjenja me mendime të këqija ndaj saj. Ai duket mjaft bukur që respekton dhe vazhdon e respekton këtë gocë, sado që ajo mundohet ta mposhti. Klevisa, ka diçka mes Mateos dhe Selin, ndonjë shkëmbim shikimesh? Unë mund të them që mund të ketë një pëlqim ndaj Selinës për Mateo. Mateo nuk besoj se ai shef në synim tjetër Selinin. Thjesht ato janë kushtet dhe janë rrethanat aty, ata lloj njerëzit janë dhe Mateo krijon ato miqësitë e tija për të vazhduar lojën edhe për të kaluar kohën e tij. Nuk besoj se nana Mateos mund të ketë një pëlqim kundrejt Selinit. Selini po, mund të ketë një pëlqim, se kam parë çik ato lëvizjet Selinit, ato debatet, pyetjet që i bën në disa muhabetet e tyre. Po më pëlqeu shumë ajo speca që hodhi Artani dije, sepse ndezi çik zjarret, është hodhi shkrepsen edhe avëlloi vetë kjo tema, pavarësisht sa që nuk e pranojnë dhe bëjnë ato ironitë e tyre gjatë prajmit, po këto janë ide që hidhen dhe i ngelen mend banorëve dhe i jep një diskutim të tejshme gjatë javës. Por nuk është se kemi dëgjuar diçka momentalisht, nuk është se është diskutuar. Momentalisht gjithë merren me banorin e ri që ka hyrë dije me atë maskën e tij që torboi çiklor në dijen e darkë, që nxori çiklor nga vetvetja. Fakt para se të shkojmë te banorët e rinj, duhet të pyes lidhur me Mirin. A besoni që xhelozia e Mirit ndaj Selin është vetëm një xhelozi për lojën apo ka diçka më shumë? Nuk arrit ta kuptoj Mirin se apo e bën vërtet për lojë apo është sinqerisht vetvetja në atë shtëpi. Unë shpresoj që Miri këtë ta ketë një lojë, sepse në atë Miri që unë shoh aty brenda, mua më duket si një mirë manjak. Kur unë shoh video të postume në rrjetet sociale të Big Brotherit, që një Selin duke u larë me rroba plazhi, dhe kemi një Miri që i qëndron dhe shikon me aq guxim, me aq pasion, sikur do ta hajë atë gocë. Nuk e di, më duket komplet manjake gjithë kjo. Nuk më pëlqen ky qëndrim që mban Miri kundrejt Selinit. Sado që kanë pas të debate, sado lojë qoftë, duhet të mbaj çik distancën e tij. Në qoftë se ai ka vërtet ndjenja, të paktën ta pranoj dhe ne kemi një figurë më të qartë edhe nuk kemi pse i gjykojmë në këtë lloj mënyre. Të paktën e dim që ky e pëlqen këtë gocë, ka pëlqime dhe është më së normale, por duke mbajtur qëndrimin që unë e shoh si vajzën time dhe unë vajzës time i qëndroj kështu, duke u larë dhe shikoj në kokat e kamët me një lloj të nxjerrë një lloj ndjesie në veritje në syrin e publikut. Nuk e di si ta shpjegoj ndryshe, por që xhelozon shumë, se e shef që ajo është më e zgjuar se Miri. Edhe po bën lojë më të bukur se Miri. E besoj kjo mund të jetë xhelozi e tij kundrejt Selinit. Kemi pasur dy hyrje të reja. Po. Kemi pas dy hyrje të reja, por një hyrje e re ka ndeshur çik zjarrin në shtëpi. Ka qenë pikërisht Rogerti, i cili ka hyrë me maskën e tij dije, me një mini gënjeshtër, ta quajmë, me një lojë që i është kërkuar, duke rritur se ka një ish të dashur në atë shtëpi. Ai ka zgjedhur pikërisht Lornën. Lorna e cila ka agrevuar gjatë kësaj deklarates të tij. Ka kërkuar dhe largimin e saj, që unë këtë njeri nuk e njoh. Ka thënë që unë kam pas një të dashur i cili ka emrin e një prej banorëve këtu brenda, gjithashtu përshëndeti dhe të dashurin e saj që ajo ka jashtë, edhe i uroi ditëlindjes tij dije. Pasi Rogerti ka hequr maskën, nuk e di, ky Rogerti më duket një tip shumë interesant dhe janë pikërisht ta lojtarë që mungojnë asaj shtëpie që të krijojnë pak debat, pak aleancë, pak zjarrdhek aty brenda. Kam parë gjatë ditës sot edhe gjatë darkës dije që kanë ngacmuar çik edhe i ka rënë në kryet Mirit dhe Selin, duke i treguar që unë juve dy kam për t'ju ndarë. Mirin e kanë gjetur çik jashtë situate, Miri ka agrevuar pak a shumë, por Selini qëndron, tregon që është lojtare e fortë edhe i kundërpërgjigjet mjaft bukur me argumentet e saj.
Mbetet për të parë se si do vijoj Roger në këtë rrugtim. Se dim. Levis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.